Gjëja e parë që i pengon është se Rama ka prekur sigurinë e Amerikës. Jo vetëm me çështjen me Gonigal, unë kam deklaruar dhe bashkë e kemi diskutuar muaj më parë, kur kam thënë që Rama është i lidhur me agjenturën kineze dhe nëse sot ka një agjenturë kineze në Amerikë nëpërmjet një kompanie të ngritur Francë, është Rama ideatori dhe ai personi i cili e ka bërë. Pra Rama ka qoftë edhe me grupin Sinaloa, pra droga 1, siguria e Amerikës 2, prekja e sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Mos harrojmë se Shqipëria është vend që Amerika e futi në NATO për politikën strategjike të saj. Jo se Shqipëria i takon të ishte pjesë e NATO-s, apo i takon edhe sot që të jetë pjesë e NATO-s, por për politika strategjike Amerika vendosi që Shqipëria të jetë pjesë e NATO-s, duke shfrytzuar dhe luftën që do bësh në Kosovë. Kështu që duhet jemi pak më me këmbë tokë, them unë, që edhe kur deklarojmë disa qoftë ta politikanë që deklarojnë dhe mburre me të madhe që ne futëm Shqipërinë në NATO, më the thash, nuk është e vërtetë. Vërteta qëndron komplet ndryshe. Ishte dëshira e Amerikës apo vullneti i Amerikës që Shqipëria të ishte pjesë e NATO-s. Kështu që Rama vetë si person ka këto gjunahe pa llogaritur raportet e viteve të fundit, 3 viteve të fundit, ku Shqipëria është cilësuar si vendi i drogës, i pikës grumbullimit dhe transportimit nëpër Europë të drogës, pastrimit parave dhe krimit të organizuar. Unë jo më kot kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Dhe Rama vërtet ka ndërtuar mafian shtet dhe këtë po e vërteton dita ditës me qëndrimet që ai po mban. Dhe personi i cili duhet kuptojmë edhe një gjë, dhe kur them që Suzi është ajo barriera më e madhe që Rama nuk mund ta kalojë dot, është për vetë faktin sepse Rama është portavoce e organizatës të cilën Trump e ka quajtur e ka cilësuar si organizatë terroriste Soros. Rama është portavoce e Sorosit në Europë. Dhe po e ripërsëris edhe një herë, në dasmën që ka bërë Alex Sorosi, ajo nuk ishte dasmë, ishte mbledhje e kabalës, Sorosit dhe të gjithë organizatave të majta, të cilat e caktuan Ramën për të bërë të gjithë deklaratat që duhet i bëj ajo organizat kundrejt Trumpit. Dhe po ta veni re, të gjithë deklaratat e Ramës janë si kryeministër dhe nëpër mediat ndërkombëtare trajtohen si deklaratat e një kryeministri, jo si një individi. Dhe pranera unë kam thënë që Rama duhet qëndroj, sepse e ka marrë detyrë, duhet qëndroj me çdo lloj forme, mënyre dhe çmimi. Dhe jo kot e kam thënë çdo lloj çmimi. Rama duhet qëndroj në këtë postë. Dhe Rama po luan të gjithë kartat e mundshme për të mbajtur postin. Qoftë me atë lloj vendimi, ligji të cilin bëri për bordin e paqes, qoftë për veprimet e tjera që po bën, qoftë me ankimimet apo me atë palo vendim që nxorri gjykata kushtetuese që ishte ndikim drejt për drejt i Ramës, që ai vendim të dilte me mos vendim, pra të dilte 4-4 ishte dora e Ramës. Në mënyrë absolute ishte dora e tij. Po pa shkuar te Balluku, ju thoni në këtë rast se ai nuk do jetë i pranishëm në Washington kur do mblidhen anëtarët e bordit të paqes. Atëherë si e justifikon ai deklaratën që bëri në kuvend ku një ditë pasi kishte pritur vajzën e Donald Trumpit, deklaroi se do të jetë vetë në Washington për ta firmosur antarësimin e Shqipërisë në bordin e paqes. Nuk ka marrë garanci më përpara Edi Rama, apo ishte një blof politik që bëri atë ditë në parlament? Rama e bëri deklaratën për të trembur opozitën apo për të bërë një presion në opozitës, që unë kam një garanci, sepse në momentin që Rama duhet ishte tek bordi i paqes, e para që nuk ka pasur ftesë Rama me emër nominal për të qenë pjesë e bordit themeluesit, themi, bordit të paqes me Trumpin, që shkonte të firmoste të firmoste bashkë me Trumpin në një tavolinë, nuk e kishte këtë lloj tagri dhe këtë lloj ftese, dhe Rama përdori të bien e Trumpit, të cilës i pagoi gjithçka,
Vetëm e vetëm që ajo të ndodhe këtu dhe në idiotësinë e tij dhe me atë që më vjen keq që politika shqiptare e pranoi, themi, fyrën e inteligjencës kur tha që un kam folur me babain e saj dhe do ta shoqëroja, pra zgjodha që të shoqëroj Ivangën, se sa të shkoj të firmosh me Trumpin tavolinë një bllop skandaloz, domethënë që nuk mund ta haj njëri këtë. Këto megjithatë këtu u anashkalua. Tashmë Rama duke bërë këtë lloj-lloje që ju drejtua opozitës parlamentit, duke deklaruar mrena në parlament që unë do jem në Amerikë, pra doni apo s'doni unë do jem, dhe ajo që akti që bëri Rama në parlament duke ju drejtuar opozitës, kryesisht, domethënë ishte thjesht për opozitën, kur i tha ju tha do ta votoni se s'bë këtë listë, se unë jam me Trumpin, unë i kam marrëdhënie shumë të mira, dhe ky luti bllofi me këtë. Dhe këtë bllof ai e luti pikërisht për të marrë këtë lloj leje. Këtë lloj autorizimi. Sepse mos harroni se kur është bërë ligji në Parlamentin shqiptar, Rama përveç ligjit kishte marrë dhe një autorizim nga presidenti. Çka do të thonte? Nëse do ta lexojmë politikisht gjën, do të thotë se në këtë organizm duhet të ishte presidenti, pra i jepte leje presidenti Ramës që të ishte përfaqësues, ta përfaqësonte Rama, të përfaqësonte Bega në këtë bord paqe. Dhe me marrjen e këtij autorizimi Rama bëri edhe ligjin me emrin e vet, duke menduar që duke pasur një verdikt themi të popullit, se parlamenti është përfaqësuesi më i lartë i popullit. Pastaj presidenti është i unitet, po përfaqësuesi direkt i popullit me votë është parlamenti, dhe ky duke marrë të lloj ligji me emër nominal, ky mendoi se tashmë nuk ka barikad tjetër për të kaluar oqeanin. Dhe jo më kot thash që e gjithë loja e Shësusit. E gjithë loja e Shësusit dhe kur erdhi zoti Mark në Shqipëri, pikërisht pranë ju thash që takoj presidentin pikërisht vetëm për këtë fakt. Vetëm për këtë fakt. Pse presidenti ka dhënë këtë lloj autorizimi? Le dali Bayram Bega dhe ta mohoj këtë që po them unë. Apo dali dhe Rama dhe nuk kush dojë le dali. Po ta mohoj këtë fakt që po them. Pse jo është dhënë dhe pse u lejua nga presidenti dhënia e një autorizimi të tillë? Kush ishte arsyeja, motivi? Dhe t'jeni të bindur që në atë takim do shkoj Bayram Bega, nuk shkon dot Rama. Mund shkoj edhe roja e kryeministrisë dhe Rama nuk shkon dot. Tash Suzi është bariera më e madhe, më e fortë, më e pathyeshme e administratës Trump. Të ndalemi pak te shefja e kabinetit të administratës presidentit amerikan Donald Trump, Suzy Willis, që ju e keni përmendur shumë herë më parë se sa dilte në skenën mediatike shqiptare në aspektin e rolit që ajo ka sa i përket po themi politikës së rrep që ndjek dhe vet Donald Trump. Në këtë rast në një shkrim të saj Daily Mail shkruan se Suzy Willis, pra në një farë mënyrë i ka djegur karrierën Richard Grenellit, i cili deri dje shërbente si ish i dërguar i posaçëm për misione të caktuara nga vetë presidenti amerikan Donald Trump, por tashmë ai është përjashtuar nga rrethi i ngushtë i presidentit amerikan. Në këtë rast, duke pasur parasysh rolin e Suzy Willis, a mendoni se ajo pra në një farë mënyrë pastron të gjitha figurat politike që janë të njollosur apo themi thonjza apo që kanë probleme qoftë si në rastin e Edi Ramës me drejtsinë amerikane për t'i mbajtur ata larg presidentit amerikan? Që të thuash me një fjalë po apo jo është shumë e kollajshme, por po të shohin qysh në betimin që bëri presidenti Trump, njeriu të cilën e thirri në podium dhe shpreha e tij ishte absolutisht e tillë kur tha që zonja Suzy tha është njeriu që më ka dhënë fitoren në fushat dhe njeriu tha që bën shumë punë dhe flet shumë pak. Njeriu më i besueshëm. Dy ka pas njerëzit më të besueshëm Trumpi ose ka pas themi Suzy 1 dhe Kirkun 2. Vrasja e Kirkut
i bëri hapi një hapësirë, domethënë i dha një goditje të themi Trumpit. Por nëse do shihni në ftesën që presidenti Trump nxorri dhe dha për pranishmën që do ishin në ceremoninë martore, ftesa fillonte me emrin e Donald Trump dhe mbyllesh me emrin e Suzit. Pra, i pari dhe i fundit. Në memorin e çdo njeriu, emri i parë dhe emri i fundit mbahet mend, të tjerët janë kalimtar. Sepse politika, kam thënë gjithmonë, politika është edhe me kode. Janë kodet, diplomacia është me kode. Dhe këto lloj kode kush di ti lexoj, kush nuk di, pastaj letria ti edhe të lomotisi kodën kod. Dhe të flasi kodën kod. Suzi pas vdekjes ka ngeli vetëm i person i besueshëm, absolutisht 100%, jo 99%, por 100% i Trumpit. Dhe Suzi bën pastrimin e të gjithë, sepse jo më kot është shefi i kabinetit. Ne nuk e konceptojmë dot në administratën Trump si çfarë rol ka shefi i kabinetit. Shefi i kabinetit ka rolin më të rëndësishëm dhe mund të them që është më i afërt apo më i vendosur se sa vetë zëvendës presidenti. Ka një rol absolut, sepse është krau i djathtë i presidentit. Nuk është zëvendës presidenti krau i djathtë, është shefi i kabinetit, sepse aty kalon çdo gjë. Çdo pastrim, çdo filtr kalohet në tek kjo zyrë. Dhe jo më kot e kam përmendur që është në fillimet e mia dhe që ka ardhur në pushtet, domethënë Donald Trump, dhe kam vazhduar gjatë gjithë kohës kur njerëzit nuk e dinin se kush është Suzi. Nuk e njihshin fare dhe këta që merren gjëra me analizë politike në Shqipëri. Dhe kjo mbetet njeriu i cili ka ka për detyrë të ruaj figurën e presidentit të Amerikës në këtë rast, dhe kur them të ruaj figurën e presidentit për mos me takuar çdo lloj njeriu. Pra duhet kalosh nëse do ta veni re kur vajti në Amerikë përfaqësuesit e Europës me Zelenskin, kur u bën foto në hallin e Kapitolit që u bë foto e famshme, po ta veni re gjatë asaj Ursa kërkoi të dilte në krah të Trumpit dhe ishte Suzi ajo që e nxorri në fund, në krah. E largoi nga ai pozicion që duhet rritë afër Trumpit dhe e nxorri në fund. Jo gjithkush ditë ta shifte dhe ta lexonte. Madje them se nuk e morën fare në konsiderat këto lloj lëvizje, po të them që ishte po Suzi ishte ajo që e bëri këto lloj veprimi. Pra, pra ne them është njeriu më i afërt dhe më i besuar i Trumpit. Kështu që ajo ka atë detyrë. Plus pastaj që mos harroni se është një nga personat e cili ka vujtur vetë mbi kurrizin e saj, në familjen e saj ka vujtur komunizmin, kështu që është një nga antikomunistët më të forta të themi në Amerikë sot për sot, nga ata që janë persona publik.